tuneli i Llogaras është një projekt që u reklamua si krenari kombëtare, vlera e të cilit kapi shifrat e 260 milion eurove. Ato që zëvendës kryeministria Belinda Balluku e quajti kurorëzimin e një ëndre historike, shumë shpejt u shndërrua në një nga skandalet më të mëdha të dyshuara për korrupsion në infrastrukturën shqiptare. Shkon në një lumë, ma leci kalatorina, bishkën bunjë e mbirathuna, rritet bare trëndelina. Pa kaluar as një vit e gjysmë nga inaugurimi pompoz, në tetor të këtij viti, SPAK merr zyrtarisht të pandehur Belinda Ballukun. Ajo akuzohet për veprën penale, shkelje e barazisë në tender apo ankande publike e kryer në bashkëpunim, edhe për procedurën e prokurimit të ndërtimit të tunelit të Llogaras. Sipas dosjes hetimore të SPAK, i gjithë procesi i tenderimit ishte i mbushur me parregullsi dhe shkelje të rënda ligjore. Më 21 dhjetor 2020, Autoriteti Rrugor Shqiptar shpalli tenderin për ndërtimin e tunelit me një fond limit rreth 200 milion euro. Hapja ofertave ishte planifikuar për 12 shkurt të 2021-shit, por, pa arsye të qarta, u shty për në 1 mars. Në garë morën pjesë 6 operator ekonomik, ku oferta më ullët ishte ajo e kompanisë Gjoka Konstruksion, me vlerë rreth 150 milion euro. Megjithatë, tenderi u shpalli pavlefshëm. Sipas SPAK, vendimi për skualifikimin e të gjithë operatorëve nuk u bazua në ligj, por në një urdhër të drejtë për drejtë të Belinda Ballukut, të mbështetur në ato që ajo e quante një ndjesi personale. Në bisedat mes Ballukut dhe ish kreu të Autoritetit Rrugor Shqiptar, Evis Berberi, zbulohet jo vetëm se skualifikimi ishte i qëllimshëm, por edhe tentativat për të djegur afatet e ankimit. Tenderi rihapet më 24 qershor 2021, këtë herë me një fond limit rreth 190 milion euro. Pa kohë më pas, Evis Berberi emërohet zyrtarisht në krye të Autoritetit Rrugor Shqiptar. Në mesazhet e zbardhura nga SPAK, Balluku i drejtohet Berberit me fjalë që tregojnë rëndësinë politike të këtij emërimi. Këtë herë, po të jap diçka nga e cila varet e ardhmja ime, jotja dhe shumë të tjerëve. Mos më zhgënje, shkruante Belinda Balluku. Pas rihapjes së tenderit, në skenë hyn kompania turke Intercar ASL. Përfaqësuesit e saj i dërgojnë një mesazh të drejtë për drejtë zëvendës kryeministres, duke informuar për përgatitjet, bashkimin e kompanive dhe lidhjet e saj në Turqi, madje duke përmendur edhe referenca pranë presidentit turk. Në mesazh flitet për takime, negociata dhe ardhjen e përfaqësuesve në Shqipëri përpara shpalljes së fituesit. Ky komunikim zhvillohet në gusht të vitit 2021, 2 muaj pas hapjes së tenderit dhe 2 muaj përpara shpalljes së fituesit. Sipas SPAK, Balluku dhe Berberi kanë zhvilluar takime të drejtë për drejta me përfaqësues të kompanisë turke, të konfirmuara edhe nga hyrjedaljet në Shqipëri përmes sistemit Teams. Sipas hetimeve të SPAK, Ministria ka dirigjuar të gjithë procesin, nga ndryshimi i kritereve për t'ia përshtatur kompanisë turke, të shtyrja afateve dhe përfundimisht tek shpallja e saj fituese. Për ekspertin e ekonomisë, Zef Preçi, kjo procedurë ka qenë e paravendosur nga autoritetet shtetërore. Këto janë gjitha, domethënë, trukime të paracaktuara. Gjithçka është e paravendosur dhe organet shtetërore, kontraktori, enti përgjegjës publik, bën thjesht vetëm procedurën, janë vendimarrje, të cilat nuk mund mos çojnë në dyshim të bazuar për përfitime korruptive, për trafik influence, për mos ushtrim të detyrës nga enti përkatës kontraktor, por për marrje të këtyre kompetencave nga superiorët politik. Kompania turke u shpall fituese me një ofertë prej rreth 170 milion eurosh, edhe pse kishte operator të tjerë me oferta rreth 2 milion euro më të ulta, të cilët u skualifikuan për arsye të dyshimta. Për tenderin që ju përmendni, ka indicje dhe këtë del dhe nga dosjet e SPAK-ut, ka indicje që interferenca apo
ndërhyrja apo kërkesa e informacionit apo orientimi i njësisë zbatuese, entit prokurues, kontraktorit, në rastin konkret entit rrugëve, drejt një kompanie të caktuar, detyrimisht e komprometon procesin dhe bën ilegjitim, e bën të pabesueshëm dhe njëkohësisht lështek për dyshime të jo thjesht supozuara, po për dyshime të bazuara për interesa tjera korruptive dhe politike të përfshira. Sipas SPAK, situata bëhet edhe më alarmante, sepse konsorciumi fitues nuk i plotësonte kriteret. Mungonin dokumente thelbësore, kontrata punonjësish, dokumentacion për makinerit, urdhra përmbarimor dhe përvoja e nevojshme për ndërtimin e urave. Madje, kompania rezultonte e paregjistruar në qendrën kombëtare të biznesit për muaj me radhë, edhe pse ajo ishte regjistruar në procedurat e tenderimit. Ky nuk ishte rasti i vetëm. Edhe tenderi për mbikëqyrjen e punimeve me fond rreth 2 milion euro dyshohet se është manipuluar, po në të njëjtën mënyrë. Për këtë tender, fitues u shpall një bashkim operatorësh, subjekti i afërt me Evis Berberin. Sipas dosjes së SPAK, kriteret janë hartuar nga vetë kompania Hill International, e shpallur fituese, e që më pas u lidh në ortakëri me Net Group. Manipulimi i procedurave tenderuese dhe përshtatja kritereve sipas kushteve të kompanisë kanë ngritur shqetësimin e ekspertëve për sigurinë e rrugëve. Për ekspertin Raimond Dervishi, abuzimet e nxjerra nga hetimi ngren pikpyetje për standardet e kryerjes së punimeve. Supervizori është një hallk shumë e fortë në zbatueshmërinë e çdo projekti. Një supervizor i fortë nuk e lën subjektin që ta abuzoj, por në rastin konkret që në fillesa projektet janë projekte që nuk implementohen me terrenin. Pra ato sajohen gjatë rrugës. 172 milion euro nuk mjaftuan për përfundimin e tunelit të Llogaras, edhe pse me procedura të dyshimta tenderimi. Në dhjetor të 2022-shit, Belinda Balluku miratoi 2 akte normative, duke shtuar edhe 50 milion euro të tjera në buxhetin e projektit. Kontrolli i lartë i shtetit e ka cilësuar këtë veprim si të pajustifikuar dhe jashtë afateve ligjore. Aktualisht, Belinda Balluku, ish kreu i autoritetit rrugor shqiptar Evis Berberi dhe bashkëpunëtorët e tyre janë në hetim nga SPAK, por pyetja më shqetësuese mbetet ende pa përgjigje. Sa i sigurt është tuneli i Llogaras? Nuk del kurrë që të prononcohet që këto rrugë sa të sigurta janë. Akoma sa inaugurohen, pa u marrë në dorëzim akoma me proces verbale, rrugët bien. E rëndësishme deri më sot për institucionet shtetërore ka qenë vlera preventivi këtyre rrugët, nuk ka qenë zbatueshmëria apo teknikalitetet që përdoren në ndërtim. Në këto kushte, për mua janë rrugë të pasigurta. Tuneli është hapur dhe mbyllur disa herë që nga inaugurimi, ndërkohë që qytetarët paguajnë nga 2.5 deri në 5 euro për një kalim të vetëm, pa u sqaruar ende nëse është kryer zyrtarisht akti i kolaudimit. Por ky segment nuk është aksi i vetëm, ku qytetarët shqiptar nuk ndihen të sigurt. Çdo tender këtu po tregon që çdo tender është bërë në mënyrë fiktive, projektet janë bërë të dirigjuara, projekte sa për të sajuar, nuk janë projekte konkrete të bërë mbi studime fizibiliteti apo mbi studime gjeologjike, mbi studime topografike të bëra siç ka kushtet teknike, po në këndvështrimin tim janë të gjitha projekte imagjinare. Aktualisht, Belinda Balluku, Evis Berberi dhe bashkëpunëtorët e tyre janë në hetim nga SPAK për procedura të dyshuara korruptive në tenderët e tunelit dhe të Unazës së Tiranës. SPAK, më 16 dhjetor, kërkoi heqjen e imunitetit të deputetit për Ballukun për t'i hapur rrugë më pas masës së arrestit ndaj saj. Tani më, për zëvendës kryeministren, rëndojnë akuzat të ngjashme për procedurat e tenderimit në të 7 lotet e Unazës së Tiranës.